Klajtia, ka ndonjë ngjyrë parketi që është gjithmonë trend ose që nuk del nga moda, me që i tham për pllakat? Normal ngjyra e mjaltit është mbizotuese në parketet. Është ngjyra e cila mbizotron dhe njerëzit e zgjedhin masivisht. Sa i rëndësishëm është ndriçimi që ky parketit na dalë në pa dhe të na japë një bukuri. Një parket duket ndryshe në dy dhomë ndryshme. Varet nga nëse dhoma ka një ndriçim natyral apo jo, apo dhoma nuk ka një ndriçim natyral. Një dhomë e cila nuk ka një ndriçim mjaftueshëm nuk mund të përdorë një parket disi të errët. Absolutisht duhet të përdorim një parket disi të shelur. Njëta gjë ndodh, po themi, ka disa klientë të cilët e shohin parketin në showroom kur shkojnë në shtëpi, nuk u pëlqen. Po, se ka ndodhur, ka shumë raste. Për këtë shkak ne në showroom përdorim gjithmonë dridhje natyrale 4000 Kelvin që të japim një dizajn sa më të saktë ngjyrës parketit. Dhe gjithmonë rregulli i ardhur si gjëra klientët merrni mostra në shtëpi, të cilat mund të shikojnë dhe është bën një zgjedhje goxha më të saktë mbas dritës që kanë në shtëpitë e tyre. Edhe ju besoj implementoni këtë gjë, ja jepni nga një mostrë klientit edhe mund ta shohë vetë në shtëpi. Shumë interesante kjo gjë, se kisha menduar. Po, momenti që do të inovosh. Shumë shpejt do dalim te kjo gjëja. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.